gjithë e njohim liderin historik të Partisë Socialiste, zotin Fatos Nano. Ai është një nga figura më të njohur të politikës shqiptare, dhe sa herë përmendet emri i tij, lind natyrshëm dhe kurioziteti për pasuri që ai ka ndërtuar ndër vite. Si ish kryeministër lideri historike së Majtës, ai ka pasur një karrierë të gjatë publike, e cila ka sjellë jo vetëm ndikim politik, por edhe diskutime të shumta rreth gjendjes së tij financiare. Në aspektin ligjor, pasuria e çdo individi ndahet sipas rregullave të trashëgimisë të përcaktuar në Kodin Civil. Në rastin e Fatos Nanos, trashëgimtarët ligjor do të ishin familjarët e tij të afërt, bashkëshortja dhe fëmijët, nëse ka lënë testament ose në mungesë të tij, sipas rendit ligjor të trashëgimisë. Çdo ndarje do të bëhej përmes procedurave zyrtare në gjykatë më noter, por dyshimi është se nuk ekziston një testament, dhe atëherë vullneti i tij bie tërësisht në duart e ligjit. Por siç e dimë në Shqipëri, ligji drejtohet nga oligarkët të cilët kanë në drejtim të gjithë hallkat e pushtetit ligjor, por edhe ekzekutiv. Dhe në këtë rast, shumë dyshime janë ngritur për pasurinë e Fatos Nanos, se kush do ta merrte me të vërtetë pasurinë e tij, ish gruaja, fëmijët apo vetë shteti. Individë të cilët ndihen shumë të përsekutuar nga qeveria e sotshme ngrenë dyshime sa ata të cilët do ta marrin gjithë këtë pasuri të tij të fshehur dhe jenë këshilltarët e tij më të lartë, njerëzit e tij më të afërt, por Edi Rama dhe gjithë krahët e tij të ngushtë. E di mirë se Fatos Nano ka pasur një pasuri shumë të majme, duke qenë se ka qenë një nga kryeministët e Partisë së Shqipërisë dhe një nga njerëzit me influencë atë kohë. Ai vdiq për shkak të një sëmundje që shkaktoi bllokim tërësisht të mushkërive dhe jetoi shumë vite i intubuar në shtëpinë e tij, por Zoti ja mori jetën. Çfarë mendimi keni ju për këtë ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re në kanalit tonë. Ju faleminderit.